Nëse unë sot do isha Ali Ahmeti, unë do shkoja tulesha edhe me Izet Mexhitin, edhe me Fatmir Limanin, se janë dhe njerëz janë kushrinjt tash. Nuk është se Izet Mexhiti ka ndonjë ndikim këtu. Jo më këtu s'ka, do ulesh me Fatmir Limanin, po them. Drejt për drejt se janë të vetët të shumë. Janë të vetët, janë njerëz shumë të afërt. Dhe kanë qenë një jetë bashkë. Do ulesha dhe do thoja dëgjoj, ta harrojmë të kaluarën dhe hajde ndërtojmë, sepse kjo është detyra e babait të shtëpisë. Ali Ahmeti është babai i asaj shtëpie që quhet BDI. Në këtë lloj forme, humbja është e garantuar. Është e garantuar dhe nuk se do jetë ndonjë ashtu. Kështu do ndodhi, domethënë, destinimi, nëse nuk ndryshon narrativa, nëse nuk flitet për të ardhmen, nëse nuk reflektohet me gabimet e të shkuara. Kjo do jetë. Mua më vjen shumë keq që do digjet Fatmir Dahari, po ta përsëris edhe një herë. Por me këtë lloj fraksionimi nuk ka shans. Të qartë. Pse? Sepse në raundin e dytë nuk fiton më i mirë, po fiton ai që del pak më para se tjerët. Edhe për një vot. Sepse në raundin e parë llogaritjen e bën me përqindje, e bën proporcional. Në raundin e dytë e ke maxhoritar, thatë, edhe një vot të bën fitues. Pavarësisht se ti do ngelesh te 44%. Pra, 55%, 56% që është shumica, nuk do ta mundi dot 44% se ky del i parë. Dhe unë shpresoj që votat e diasporës të vinë të gjitha nga perëndimi dhe të shkojnë për Fatmirin. Deharit. Po që në një formë ose një tjetër duhet gjejë një urë bashkëpunimi ose një mënyrë bashkëpunimi me Fatmir Limanin dhe duke qenë që vetë Aliu është nga Zajasi, nga Kërçova, ndoshta është momenti që ai vetë me lidhjet e veta të vjetra miqësore, familjare etj, gjej mënyrën se si tulet sepse kështu ne po e bëjmë tipikisht shqiptarça. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Aq më tepër në Kërçovë. Ju e përmendet pak më herët pragmatizmin e Mickoskit, por Kulla. Ure tregtar ka qenë. E dëgjuat... Ka drejtuar një fond investimesh për energjinë, tregtar ka qenë Kristian. Jo, po flas për dje. Po. Ai flas si një puro nacionalist. Ure votat... Te kalon edhe Gruevskit edhe të tjerë. Ore votat ta kam thënë kur kemi bërë muhabet. Këta nuk kanë kohë, një vit nga kur erdhën pushtet, deri në zgjedhjet lokale një vit, për një vit nuk ndryshon dot gjë ekonomikisht. Dhe ata e bazuan dy palët tek nacionalizmi. Ai te nacionalizmi, por duke harruar një gjë shqiptarët. Sa më shumë shqiptarët flisnin dhe bënin fushat nacionaliste, aq më shumë rriteshin votat në pjesën maqedonit aty. Prandaj është shkatruar LSDM-ja vetëm me tre komuna. Sepse gjithë besueshmëria e LSDM-s shkojnë në koalicionin në kohën që ishte në koalicion me BDI-n mandatin e dytë më saktë. Dhe tani, unë mendoj që këtu duhet të ndryshojë narrativa. Narrativa që duhet gjej miku im, i vyer dhe i dashur Ali Ahmeti, është